بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مبات فندرم الله عز وجل شم صلاة والسلام پاش شپتی مشیر رحمت الله عز وجل kofshin mbi dërgumin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekën dhe pasojnë deri ditën e gjykimit. Lutem Allahun azza wa jall që muslimanët kanë botës inshallah Allah azza wa jall t'i udhëzon rrugës së drejtë drejton dhe neve të çmim mbledh këtë vend inshallah Allah azza wa jall jannatul firdaus na bashkon amin. Pas dashur siç kemi lajmëruar domethënë për çështjen e ligjëratës e cila ka të bëjë me disa shkronja shkatruese për të cilët nëse njeriu nuk i jep rëndësi apo nëse besimtari muslimani nuk kujdeset për të shkronja, ndoshta ditën e gjykimit do të del para Allahut azza wa jall duke menduar se ka punu shumë, siç thot Allahu azza wa jall Kur'an, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mendojnë që kanë punu mirë po ditën e gjykimit kur dalën para Allahut azza wa jall për ndaj veprat tona, për mi qitë në peshore, punët e tona, ndoshta mujna me dalë me zero. Për këtë vëllezër, dikun e intereson dhe dënë me ditë se valë cilët janë ato shkronja. E kam pas shëllim, kur kam thonë shkronja, se shumica tani, koha është ka ecë për para, dhe shumica njerëzve nuk folin me gjumë, mirë po shkruajnë me shkronja. Shumica njerëzve, besimtarve, muslimanve dhe gjithë njerëzit, dhe gjithë njerëzimit, rruzullën e toksor, atë që ka ecë për para, dhe me thonë teknologjia që njerëzit shumë pak miren me fjallë, po shumicën e rasteve miren me shkrume. Si që janë, dhe me thonë, interneti, kur kam përshëllim Facebookun, Twitterin dhe shumë rrjete, apo faqe, apo rrjete sociale, ku besimtarët shkrujnë, shkronja dhe mendojnë që punojnë mirë, mendojnë që veprojnë mirë po duhet me pas kujdes vëllezër, sa ashtu që Allah azza wa jall mos mendon dikush për neve, se nëse i shkruan ato shkronja nuk ka kur një farë përgjegjësie para Allahut azza wa jall. Mos mendon dikush për neve se e shkruan një fjalë në rrjete sociale, i shkruan disa shkronja dhe nuk ka përgjegjësi para Allahut azza wa jall. Përkundrazi, këtë shkronja ditën e gjykimit do t'jenë favor tonin apo kundër teje. Do të mbrojnë tije apo do të sulmojnë tije. Do të shpërblesh për atë shkronja apo do të dënohesh ditën e gjykimit. Vëllezër, është bëhen mod. Për fat të keq, mezhliset tona, tubimet tona, fjalët tona, mezhliset janë shumë të lloj-llojta, mezhliset na për soba, mirë po ka dhe soba në rrjetet e sociale, mezhliset na për vendet, me shoqëri, me ketë, besimtar ka nisë me arru një sen, musliman ka nisë me arru dhe me lënë pas shpinën një realitet të cilit s'ki me ju shmong, s'ki ka hiko vlejdosh. Dhe është se gjithë shka që ka folti, gjithë shka që farë shkrumti, gjithë shka që farë banti, dije se ditën e gjykimit kime dalë me to para Allahut azza wa jall. Qofshin të vogla, qofshin të mëdhoja. Andaj vëllezër, nëse shiqen mezhliset tona, tubimet tona, komentet tona, muhabetet tona, statuset tona, nëse lejohet me thonë, i gjenë shumica e tyre, nëse s'tam ketë komplet, po tam pjesa e dërmuse, për tyre është ose mashtrim, ose përgojim, ose gibet, ose nemime, ose nifak, ose mashtrim, ose alegori, ose, gjitha këto nëse ne vëllezër nuk jemi në sinqert, në ato cilët i shkruajna, dina një vëllezër se kena me dalë për Allahut azza wa jall,
Edhe do të vjen dita që do t'i kaqmi gishtat tonë për të veprat të cilat jemi duke i bërë. Dikush ka me thonë, pse hoq, vllazëdashur, shumë kollaj, thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija. Wallahi vllazëdashur, shpesh herë kur mendona rreth kësaj fjale, tham, është e vërtetë. Dhe ka qillu hoxha i nderuar, ku thotë, shumë prej njerëzve, shumë prej muslimanëve, shumë lehtë e ka me rujt vetveten, me rujt familjen e vete prej tushimit haram. Edhe pse është e vështirë kjo, në jetën normale, është shumë e vështirë që njeriu të kujdeset se çfarë han. Me qit çdo ushqim sa është halal, a është haram, a lejohet apo nuk lejohet. Thotë e ka lehtë me rujt vetveten nga tushirit haram. E ka lehtë mos me vjedhën. E ka lehtë përmes me bon pa drejtësi. Ka lehtë shumë vepra i ban, shumë lehtë me fal namaz e ka shumë lehtë. Me dhon zeqat e ka shumë lehtë, me ardh në ligjërat e ka shumë lehtë, me lexue e ka shumë lehtë. Mirë po kur vjen puna thot për gjuhën, më kujdes për gjuhën, me rujt gjuhën e vet, thot kjo është e vështira, më e vështira prej të vështirave. Andaj i gjenë sot besimtarët, i gjenë sot musliman, i gjenë sot burra të cilët ndoshta japin, veprojnë rrugt të Allahut, ndihmojnë rrugt të Allahut kur vjen puna te gjuha, por e kam qëllim gjuhën këtu me titonja që edhe gishtat njekla. Qatë rol e luj. Pra Allah s'dashur shumica prej besimtarëve nuk e ruajnë gjuhën. Andaj edhe Sheikhul Islam Allahu më shëroft thotë se shumë njerëz e fitojnë xhenetin me gjuhë. Mirëpa edhe fitojnë xhenemin me gjuhë. E fitojnë rizallukun e Allahut me gjuhë. Mirëpa e meritojnë edhe hidhrimin e Allahut me gjuhë. Shumë njerëz afrohen te Allahu me gjuhë dhe largohen me gjuhë. Shumë njerëz me gjuhë bëhen musliman, po me të njëjtën gjuhë ndoshta edhe le dinin e Allahut. Për këtë, nëse i studiojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nëse i lexojmë hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të hasna me një realitet ku një prej sahabive i cili e ka ibn Uqbah ibn Amir, hadithi është muslim, erdhi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I tha, ja oj dërgumi i Allahut. Tha, ja Rasulullah, ma najah. Ku është pështimi? Qish me pështu une? Qish me pështu une, ku është pështimi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj dhe i tha, emlik alejke lisanek. Kujdesu, ruje gjuhën tonë. Emsik alejke lisanek. Kujdes, kape gjuhën tonë. Ruje gjuhën tonë mirë. Wabki ala khat waliyasa'aka baytuk, fa letu të mjafton ti shtëpia jote. Wabki ala khati'atik, dhe kaj për gjënohet tuja, fa këtu është pështimi. Pra vllazëdashur, sendin e parë që e këshilloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na dhe të njëjtën kohë është këshill për neve besimtarëve, neve muslimanëve, është me rujt gjuhën. Është që më kujdes për gjuhën. Pse bash për gjuhën vllazëdashur? Se vallahi thot Sheikh Ibn Qayyim al-Jawzi, Allahu më shëroft, thot vallahi ditën e gjykimit do të vinë do njerëzi me sevape sa kodrat, sa male. Parandoni sa punë të mirë ka. Thumma qad hadamaha al-lisan, thot i ka shkatru këto kodra dhe male gjuhë. Thot vinë ditën e gjykimit disa njerëzi me sevape sa kodrat dhe malet, sa bjeshkat, tha janë ndërtue me gjuhë. Pra vllazëdashur, gjuha është thik me dy teja. Nëse shfrytëzon të mirë, fiton rizallukun Allahut azza. E nëse shfrytëzon të keq, e meriton hidhrimin Allahut azza. Për këtë vllazëdashur e keni maksimumin dhe kujdesuni për gjuhët e juve. Dikush ka më thonë hoç, mirë po fol, po kujdes për gjuhën, po kujdes për gjuhën. Mirë po, cilat janë gjunohat të gjuhës? E dim. Kur ardh Muadhi radiallahu anhu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flitke për xhenemin dhe në mesin atyre që kanë me hinë xhenem, kanë me kon disa persona të cilët kanë mu kap për gjuhën dhe kanë mu krej zhagas dhe kanë me hinë xhenet, atëherë Muadhi e pyet ja Rasulullah, tha, oj dërgumi i Allahut, tha, edhe për këtë kemi me llogarita? E kapi gjuhën e vet Muadhi dhe po thot, edhe për këtë kemi me dhon llogaria? Tha, ja, Muadh, tha njerëzit nuk i fut në xhehenem zvar, zhakas për ftyra, për vetë se kush
rezultati i gjuhëve të tjera. Rezultati i kësaj gjuhë e cila nuk ka kac, e cila fol, e cila nuk i mat punë. Për këtë vllazëdashur i lumja i cili kujdeset për gjuhën e vet. Për këtë vllazëdashur, nëse lexojmë Kur'anin, besoj se secili prej neve ndoshta e ka bërë ndonjëherë hap në Kur'anin, që duhet me e bëu vllazëdashur. E kam thonë këto dhe do ta them dhe do të vazhdoj që ta them. Vllazëdashur, nuk ka shtim për besimtarin. Nuk ka lumturi për besimtarin. Nuk ka zgjedhje për ilaçe për besimtarin, sikur që është Kur'ani. Sikur që është libri i Allahut dhe fjalët e Allahut. Allah azza wa jall e zbriti Kur'anin shërim. Allah azza wa jall e zbriti Kur'anin nur, dritë. Allah azza wa jall e zbriti Kur'anin udhërofis. E zbriti Kur'anin katalog. Një besimtar i cili nuk ushqehet nga nuri, nga fjalët e Allahut, nuk i ushqen imanin e vet, nuk i ushqen besimin e vet, nuk i ushqen imanin e vet me fjalët e Allahut azza wa jall, ai njeri nuk ka me çka ta ushqime tjetër sen. Për këtë e cekëm dhe thamë që Ahmet ibn Hanbeli ka thonë kujnë nuk i ban dobi. Kanë nuk e këshillon Kur'ani dhe vdekja nëse nuk të gdhendin tije. Kur'ani dhe vdekja nëse nuk të kalitin tije. Kur'ani dhe vdekja nëse nuk të përmisojnë tije. Kur'ani dhe vdekja nëse nuk të bajnë që ti kthesh rrugës Allahut azza wa jall, ka thonë kodrat dhe bjeshkat më shkatru para syve ti dhe para dorëve tina, ai njeri nuk merr mësim. Ai njeri nuk kalitet. Ani pse shkatrohen kodrat para tina, malet para tina, nëse s'ka marrë mësim prej Kur'anit, ai s'ka marrë mësim prej shkatrimit të kodrave. Nëse Kur'ani nuk të gdhen do vllajdash, nuk kalit, nuk ban musliman hakikat, vallahi vllajdash dije se ti s'ka kush me të bën. Andaj besoj vllajdash se secili prej neve kur e ka lexuar Kur'anin fjalën e Allahut azza wa jall, surën Qaf ajeti 17-18 thot Allah azza wa jall: "Wa idh yatalaqqa al-mutalaqqiyan 'an al-yamin wa 'an al-shimal qa'id." Fa secili prej muslimanëve, çdo njeri i vogël i madh, mashkull femër, plak i ri i ka dy melaçe, nga e djathta dhe nga e majtë. Cila është detyra e këtyre melaçeve? Vazhdon ajeti i 18 thot: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Fa gjithçka çka fol, njeriu regjistron. Gjithçka. Për këtë Ibn Abbas Allah e mëshiroft kur e komenton këtë ajet thot: "Yaktubu ma yatakallamu bihi." Tha gjithçka, bash gjithçka tha shkruan. Edhe tha i shkruan ku thush ka me hongër, ka me pi, gjitha këto i shkruajnë me laç. Tha i shkruajnë veprat e mira, i shkruajnë edhe veprat e këqija, edhe gjithçka çka fol njeriu, të cilët nuk janë as vepër e mirë, edhe as e keqe, janë sendet lejuar tha i regjistrojnë. Deri kur tha Ibn Abbas tha deri ditën e njëjtë kur dalin veprat tona ngriten tek Allahu azza wa jall, Allahu atëherë ju thot me laçeve regjistroni veprat e mira dhe regjistroni veprat e këqija dhe ato të cilët nuk janë as të mira as të këqija mshini për regjistrit. Për këtë vllazësh, çka ajet nëse ti nuk ban të nalesh me ditosh. Nëse çka ajet nuk drill, nuk tërçirth trupi për këtij ajetit, s'di donjëherë do një ajet tjetër a ka më ta tërçirth trupin ajo. Allah i dashur, gjithçka çka fol. Gjithçka çka fol regjistrohet Allah. Folë mirë, folë keq ka më regjistruar tek Allah azza wa jall. Atëherë pyet vetveten. Dhe e pyet na ne vetveten dhe pyet ne edhe ju vetveten. Regjistrat tona me çfarë mbushna ne? Regjistrat tona me çfarë mbushna ne? Mos thojë dikush vetëm ato çfarë i flas na vllai dash, ato çfarë i flet dhe ato të cilët i shkruan. Dhe për këtë fjalën tonë të cilën e fol, nëse nuk ke llogari para Allahut azza wa jall, nëse nuk përgatit përgjigjet para Allahut azza wa jall, se me çkëtë fjalë unë do ndihmoj fen apo kam e shkatru fen. Unë me këtë fjalë e ndihmoj fen e Allahut apo e shkatroj fen e Allahut. Unë me këtë fjalë a jam të bu mirë apo jam të bu keq. Për këtë përgatit të vllai dash përgjigje. Për çkëtë përgatit përgjigje. Se nuk është çështja vallai, e shtoj unë një fjalë u kri mohabet. Jo, vllai dash. Nëse mendon kështu që unë po folje, valla, hajde pa kaq folje, a shkruan, mua nuk më intereson. La ju qila habale. Nuk e ka derë të vllai dashur. Sa është mirë, është keq. Për këtë vllai dashur çdo fjalë që ka fol. Çdo shkruan që e shkruan. Kujdes para se me shkruajt. Se momentin që e shkruan, u kri mohabeti, shije pastaj postimin. U kri mohabeti e thave.
Ja, nuk ka vllaz dashën me mendu dikush për neve. O gjo, prej ka për e merë këtë guxim që postimin, shkrimin me e bo njëjtë si kur gjuha, në sheriatin Allahut, në fejnë Allahut, ishareti, shenja, e merë hukmin e të folmës, ishareti, i thu njonit, si mi pas folën, anë që s'ki folën, ditë s'ki shkru, ditë shkur qonë, e merë hukmin se i ki folën, e ki pas për qëllim me nënçmuet, dhe me lapazan, ashtë që ban kështu. Allahu të regjistron atë se i ki thonë lapazan. E ki bo gibet diçka me shenja, me isharat, dije se para Allahut, del se ti i ki folë atë fjallë. Edhe mos mendoje vllai dashur se vallahi, ngoleni, mojneni ment, që këta dhe kur mos harroni. Mos harroni ajetin e Allahut, ma jetë fidhu min kolin, o vllai dashur. Gjithçka çka fol kam regjistru. Për gjithçka ki më përgjigj tek Allahu. Gjithçka. Mirë keq kime dhonë llogarit tek Allahu azza xal, pse thove, çka e thash, çfarë deshte, çfarë arrite, në jetët, këtë këto kena me dhonë përgjithësi për Allahut azza xal. Një ditë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Safia radiallahu anha, bashorte e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë për natyrës saj, ka qenë e ulët, e shkurt ka qenë. I pruni në prezencë, në ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë tek shtëpia e Aishës. Duke net me Aishën ardhen disa musafir tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Safia radiallahu anha kishte përgatit ushqim të cilën e preferante dhe e donte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E donte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e mur një sahan dhe shkoi tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tek shtëpia e Aishës, i trokiti ndër dhe ja dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ushqimin të cilën e donte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dashmion Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Çoni salavatullah, mos e bani koptas. Vazhdashë e thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aishën, i tha Aishë merr ushqimin e ka pru Safia. E mur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ushqimin e vet, ushqimin që kishte pru Safia dhe hedhi e thej. Nuk ka qëllimi këtu që e ka thi e parasyve, domethënë, ajo nuk du me fol. Po e tha një fjalë. Tha fike min hadhihi, tha o dërgumi Allah, a halau me ata? Çka tha? A halau me ata? Mjafton moja. Ja ka pas zili, Safia si ka thënë boll moja, demek e shkurta. Me isharet ja ka bo demek e shkurt. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja Aisha, o Aisha, laqad kulte kelimatan, wallahi e ki thoni fjalë, s'foli Aisha. Hiç nuk foli Aisha. Veç apo me isharat, me shenjë demek e vogël. Tha laqad kulti kelimatan, wallahi e ki thoni fjalë Aisha. Lau muzija bil ma'il bahri, tha wallahi me pas përzi me ujtin e detit e kish fliq ujtin e detit. Një fjalë goje. Një isharat. Ujtin e detit e fliq. E ti shka i shkun 50 komente, e ti që gjithë ditën me gjliset tuja gibet, ti që gjithë ditën mundosh, vllai dashur, vallahi mu tërqefash. Kur qësh disa njerëz ignorant, kur qësh disa persona cilët nuk kanë informata çka ashtu ndodh, çka ashtu po, mundohet me zgjidh problemin dhe ban gibet, fol, cenon derin e njerëzve. Këto sende vllai dashur nuk janë lehta. Pastaj del dikush duke i mbrojt dikan, del e sulmon dikan, edhe këtu ai cenon der, mos mendo vllai dashur se vallahi s'ka hatër të Allah. Moni aliment, çka të Allah nuk ka hatër. Mos mendoj dikush se vallahi ka më dal dikush ka më thon vallahi, unë dëshirova ta mbroj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe i shoh ta çet këto. Gjuna ani. Ne kemi një rregull të dash. Ne kemi një rregull që s'guzojna me harruar. Vepra nuk arsjeton rrugën. Sevapi nuk arsjeton rrugën. Ti do me mbrojt fejnë Allah, ama mbrojë mënyrën se si duhet. Mbrojë mënyrën se si duhet, jo mënyrën rrugën me mor haram. Ti do me mbrojt fejnë Allah, mbrojë si ka hije fejës Allah të zogjel. Mos u mëndo me zullu me mbrojt dinin Allah të zogjel. Mos u mëndo me akuza me mbrojt dinin Allah të zogjel. Mos u mëndo me thashe thona me mbrojt dinin Allah të zogjel. Me ondra nuk mbrojt dinin Allah të zogjel. Me fjallë kota nuk mbrojt dini Allah të zogjel. Me mallkime nuk mbrojt fjallë Allah të zogjel. Me etiketime nuk mbrojt dini Allah të zogjel. Dini Allah mbrojt me argumente, me fakte të qarta. Për këtë vllazashën ku të folna dhe kur të shkrujna kujdes.
Kujdese vallahi mendon ti se i të mbrojt dinin e Allahut, ama të njëjtën kohë shkatron dinin e Allahut, ama ti nuk i të morr vesh. Mendon se ti je duke i afruar njerëzve nga dini i Allahut, ama ti je duke i larguar dinit të Allahut. Mendojna nesën e me fjalimin tonë, cilën e mbajna, ndoshta mundojna mendojna se jemi duke kontribu diçka për dinin e Allahut, ama kur ta shohna të kundërtën, kur dalna para Allahut azza xal, a thuhet kjo është mbajtëshmëri me Kur'anin dhe Sunetin? Për këtë me pas kujdes vllajdash. Do të me pas kujdes çast shumë, derisa Allah s'dashur gjuhët tona me mujt mi majtë non stop që kështu do të me bëj. Kur e tham këta, dikush ka më thonë për juve pse? Vllajdash, njeriu më i mirë. Njeriu më i mirë që njeh historia. Njeriu për të cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë me qenë se imani i tij vendoset me një onë peshorës, dhe imani i këtë tjerëve, onën tjetër ka ranu imani tina. Dhe është Abu Bekri radiallahu anhu, shkon thot Omeri radiallahu anhu shkova me vizitu një ditë Abu Bekri. Trokita shpit dhe hinë pa prit, thot kur e posh Abu Bekri në kishte kap gjuhën e vet, edhe e kishte krej dhe qërton të vetë. Thot ha dhe aurat një lmewarit. Thot që kjo gjuhë ka pru mu e probleme. Që kjo gjuhë mu ka me pru probleme nëse nuk kujdesna si qdojt. Loj dashre, pys vetë vetën, ju pys juve, kur e ki logarit vetë vetën për gjuhën ta? Kur? Valla, mos i ma i mirë se Abu Bekri, mos ki boj ibadete ma shumë se Abu Bekri, mos ki kontribu ma shumë se Abu Bekri, mos kemi bodë një punë të cilët mu lavdru para Abu Bekrit, me dhonë Abu Bekrit që këtu ta kemi shkuë. Kur kush në shkon Abu Bekrit? S'ka mujt me shku Omeri radiallahu anhu. Allah, nësë një shkon e vllazdashë. Pse në vllazdashëri e kemi dhonë vetë vetës, qase garancë e kemi dhonë vetë vetës, qase liri e kemi dhonë vetë vetës. Vllazdashër, gjuhën tonë e kemi bërë Lamborghini me 800 orë që ka shkon. Nuk ka qitë kërkon. Hiq. Dizginat nuk ja kemi vnu gjuhës tonë. E kemi lënë gjuhën tonë pa dizgina, ka do shkon, her djathtas, her majtas, her lartë, her poshtë. Këto du të me pas kujtjes vllajdash. Mos mendoj e thash në të Allah nuk ka me hatër, mos dale dikush me thonë vallaj, nesër jo rab, unë kam desh me ndihmu dinin tanë, jo. S'ka të Allah azza xal një ofsi nuk ka. Për këtë vllajdash, vallaj ka raste për selefit që më u kallëzue këtë muhabit. Cili prej neve vllajdash atë ne çishash. Ne kur e bajna të një punë të mirë dhe majna mena, edhe thënë e vallaj thot, unë i kam falë 5 herë namaz natës. Ta një jetën 5 herë ka falë, atë i mamen. Se me pas falë ma shumë e s'marmen, ku të falësh 5 herë, s'ki, ama i ki majtë 5 herë, 6 herë ka falë namaz natë. Apo 15 herë kam dhonë sadaka, i njëf. E dini shka thot Imam Bukhariu, vllajdash. Subhanallah. Kjo vështira. Edhe unë e pranoj. Për këto që janë vështirë kjo, shumë. Ka thonë Imam Bukhariu. Thot Wallahi, shpresoj që me dalë para Allahut ditën e gjykimit, edhe mos me morën pyetje pse e kam bëu gibet dika. Se ka bëu kërkan. Para më dhe. Vllazër, dikush prej neve një ditë, nëse arrin mos me bëu dika gibet, kjo është sukses. Një orë mos me bëu gibet, kjo është sukses. 24 orë, Allah dashë, ta njetën, thot, shpresoj me dalë para Allahut me dalën, edhe mos më morë pyetje Allah për gibet, se këtë punë, se kam po kërkan gibet. Shka gibet, Allah dashë? Ta shpjegojnë pak ma qarë gibet. Ashtë me cek disa veprat një vllavit tanë, që ju urejnë vllai jot një cek që ata. A u kuptum? Me cekën veprat të cilët i posedon vllai jot, mirë borejnë me atë cek. Si për shembull, një ditë me gjithë me një vllai ja nisi me bënë një gibet, po i thot një vllai mos ban gibet, sa po i kave që ato i kave. E bashkë se i ka është gibet. Bashkë se i ka është gibet. Po mos mi pas, kjo është gjuna më e madhe. Kjo është gjuna më e madhe. Mi ashtu, mi anë gjitë një sen që se ka, kjo është edhe më e madhe. Kjo e para. Mos me ndojë dikur se vallai ka dhe ka, qatë e ka dhe
Nëse e ka çata ti fol për çata, është gibet. Një tjetër, një mod tjetër që njerëzit mendojnë që nuk është gibet. Tu gibet, një vllai thot njëri te mos e ban gibet, ta ja tham ftirve. E pse ja thon ftir shka? A mendon që nuk është gibeta? Që nëse i qase muslimoni, qase besimtari fort burëm shka thu jam ftir. Nëse ja thu ftir, shpërblesh, kjo janë këshill. Gjurë shqipe thuhet këshill, nëse ti ai burri i cili ja thu ftir, kjo janë këshill. A nëse ja thu pas shpine, çka është? Gibet. Ani pse ki mundësim ja dhon ftir? Është gibet. E çka është gibet o vëllezër? Morën në mend çka hadith nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur u ngrita në qiell, kur boni Isra dhe Miraj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi është i gat Xhibrili alayhis salam, e dini hadithin e Xhibrilit kur e ka marrë, ka përcjell për atë në lumit, kështu thot. Në mes rapide çka ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, i kanë pa disa njerëz të cilët i kishin thojt prej sebros apo prej argjenti, has. Shkurt i kanë pas të thojt për një elementi të fort, hek. Thot edhe ftyrën e vetë e bashin copë. Edhe i pyta ja Rasulullah, këto shka kanë? Shka kanë këto? Tha këto kanë bo gibet. Këto njerëz janë gibet qartë. Këto njerëz janë cilët kanë përgojue. Si janë nalën me gjliset e tyre i kanë bohe me gjlisë e gibeti. Me gjliset e tyre i kanë bohe me gjlisë e gibeti. Çka do me thonë ku ta bësh gibet, Allah dhe? Një ditë për ditë vën kone për nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Një erë e keqe, aromë e keqe. Derisa sahabët fillon një mshil hum, qaç aromë e flisht, aromë e keqe. Për nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sahabët thanë çka ndodhi, çka bu, pika çka keqe, thanë Medinë dikush e ka përgoju një vëlla. Medine, dikush e ka përgoju një vëlla. Kjo janë gjënoji gibeti. Çka është gibeti tjetër? Vëllezër, nëse mundja me përkthi ma shqip është shëridhja e vetvetes tonë prej veprave të mira. Me përkthi ma qartë, çka është gibet? Gibet është me zhvesh vetveten tonë prej sevapeve. Gibet është me dhon namazin tanë dikujt tjetër. Zeqatin tanë dikujt tjetër. Edhe kujna qatë që i urrejnë mas shumët. Subhanallah. Për kanë e ban gibet? Për një njëri që e donë? Jo, Allah. Haroje këtë që dikan se e donë, kitër është lavdrimi, kitër është gibet. Gibet është me shoha dikan. Mja cek sendet të cilët ai urren. Ama është i Zotit, nëse thu valla, filoni është i Zotit, kjo nuk është gibet. Mëson mirë, valla, filoni mëson mirë. Ama të edhi që filoni është ngelaf, që i din që i ka 101 që i dhu valla, 101 që i ka. Gibet i kiko. I hik du një namaz, edhe shkon e përhap se cilit e e. Kja është gibet. Për këtë vazdosh hapnisin, edhe banja një vetës fars. Thot, një prej selefëve, thot, vallahi, edhe një shka thot, vallahi billahi. Me konë që nuk ekziston të kune friga pëse i bëhet Allahut mëkat. Me konë që nuk ekziston të kune friga pëse do i bëhet Allahut mëkat, kisha pas dëshirë që këtë dënjoja me mbogi vetë mua. Pse vllai dashur? Kur dash para Allahut, ku me ditë se sa sevapë kimi pas për para. Ku me ditë sa vepra të cilët nuk ki bëu ti kimi gjetë atë. Ha më dhe kundërta. Nëse ti ban gibet, që zhvesh vetveten tonë. Që zhvesh vetveten tonë për sevapëve tuaja. Ibadetet që me mund, me raskapitje, i quhet i falë sa vojnë, para mendoni këtë ftoftë, dysh më çu me mora abdes më ftoftë, me hik prej shtratit tanë dze, mu që me mora abdes, se ta mam të falë, edhe si të falësh një digi vete të shkoj namaz, ja dhava ati në hasër. Bile flenë, po thamë bile flenë në thojza, se dush mu falë pa qarë.
Këto nuk janë hëngra vllai dashur. Në anin e se nuk i shohna. Anin e se nuk i shohna. Ka realitet. Ne mendojmë ne vllai dashur, shpesh kam thonë, duket edhe këto atë, mos i kishini punë të mësimit në kësaj dynjë. Mos i kishini punë me synin e kësaj dynjë. Harroni. Kishini punë me synin e ahiret. Këto vllai dashur, ara sa është heshi si mos ketë pak gibet. 4 vllazë si të bëhen, shkon muhabeti pak gibet. Sa interesant, se s'kish ka folë vëlla. Dituri skimesh shpjeguar diçka çështë shariatit, e shka valla filoni e boni kështu, ai filoni e boni ashtu, ki kështu, ai kështu. S'ka heshi. Mejlisi muhabeti pak gibet. Kur bash gibet, ki hidru Allah. Se vapët e tuja ja ki dhona atina, 3 persona në gibet vllai dashur. Përgoju si inshallah mesin ton s'ka ja Rabbel Alamin. I diti ai që ndëgjon gibetin, edhe i treti për atë i cili bëhet gibet. Apo? S'me bëj kështu se sërt mas me thënë në hoxha i mësër. 3 edhe. I pari, personi i cili ban gibet është ma i keqi, vllai dashur. Ki ma i keq se ki Allah në dhja ka. Personi mbi të cilin bëhet gibet, Allah ai është hotel me 5 yje. Ai vetë se vape me. Allah nuk duhet me cek fjalë të selefit kur Hasan al-Basriu, njëri ka bëu gibet, vllai dashur, ka bëu njëri gibet Hasan al-Basriu, e parë ka thonë, filoni ka bëu gibet, ai ka shkuj ka blet do ha valla dhe ja ka thua tina, ka thonë, falënderit që ma ke dhënë namazin tan, zakatin tan, xherimin tan. Allah e shpërblet vëllai, unë smuj për me, smuj çash bile që kur ja ka dhënë kët, atëherë ju kam tek atina, ka thonë vallai. Tash personi mbi të cilën ban gibet, edhe i treti kush? Ai shkangon. E kish kangon e ka shoncën. E ka një shoncë, kish kangon, e ka një shoncë. Me fitue një perde, një penges me stil dhe zjarmit. Ki person? Qiki shkanin e ka shoncën me fitur një perde me stil dhe me zjarit. Thot pejgamberi sallallahu. Nëse në prezencën e vllavit, nëse në prezencën tonë, bëhet gibet do një vlla, apo i cenohet nderit do një vlla, dhe ti ki mundësi me mbrojt atë vlla në qatë mejlis, nëse e mbron, Allah azza wa jall ta jep tije, ta mundson me pas një pengesë me stilin edhe me zjarr. Edhe ka edhe shpërblime tjera. Mirë, po kjo është më e rëndësishme. Për këtë vëllazë zgjedhë vetveten tonë, cili do me kon. Zgjedhë vetveten tonë, cili do me kon. Ai cili ban gibet, apo ai cili jam mbron deri vllau tan. Thash nëse pështon vllai dashur se çështja e gibetit është ja vlen një muaj, ndoshta edhe 50 ligjërata. Se neve thash apo gibet, kur gjove. A dini, shaq ki po gjunat më? Se në matë vogël, që a ki po gjunat matë ki po? Më katë malë, që nuk ta falë Allah, nëse do në Allah ta falë, nëse do në mirë po, regull që lota është për gjunat e mdhuja, shka du të me buhen? Tobe dhe istikfar. Gjunajnë e matë nuk ta falë Allah zë gjithë, se banë veprat mira. Ja. Gjunajnë e matë nuk ta falë Allah zë gjithë, se banë veprat mira. Gjunat e vogla po. Gjunajnë e vogla e banë jetë mirë të mshinë që ata. A më të madhin jo, ki po gjunat madhë. E ki hongër mishin e vllaut tanë, e ki mush barkën. 200 kila, ama të nuk shifën, anë ndosh. I ki hongër 200 kila mish të thatë me mishin e vllaut tanë. Ja ki dhuru atina. Qa ki dhuru atina? Se vapët. Namazin tanë, zakatin tanë, agjerimin tanë. Për këtë kanë thonë selefi me konë që i vllai dashur nuk kish pas gibeti kur gjo, veç kur të ndekë gjithë atë lodhe kemi adhon atina pa i qëpërgjon, që leguaj. Nëse i qëpërgjon s'ka ka thonë bile në që leguaj. Ka shumë me folë, vllai dashur, s'po du me folë shumë. Mirë po, ti më shena shkurt pak. Nëse ban gibet
senin e parë që mund bashkë sevap. A thash, argument logjikë është hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna man al-muflis?" A dini çka është muflis? Çka është njëri bankrotum, njëri qyll që është tingall. Ka thonë ja Rasulullah, men la dirham lahu wala dinar. Ta njëri tingall qyll është atë që s'ka se fras franc as kurçon. Tel, tingall, as dinar as kurçon. As dirham. Ka thonë sa është çet. Jo, sa është. Cili janë? Tha ka në ardhi njëri në ditën e gjykimit. Me shka vjen? Tha me namaz, me zeqat, me xherim, me haç, me vepra të mira, shumë. Mirë, po i ka pas vetë këqija, çka ka bu? Po njërin i ka mshuar, njërin e ka shoh, po njërin ka shpif, për njërin ka bu gibet, për njërin tha fa yukhadhu min hasanatihi. Vin njërin ka bu gibet sevap. Ja sosni sevapet atina. S'ka më sevap, çka bën? Fillon gjënat e tuja me adhon. Para mendoni sa i keq është gibet. Edhe gjithë këtë nuk e sheh o vllai dashur, se me po në këtë dunjë është lezet. Për shembull. Me vrot dikan me kon sheriat e shef dënimin, edhe tutesh, se e shef me si të tutë, ballash. Me kon sheriat mos mund fal, e shef, ama gibetin se shef kurkush. Dënimin e gibetit nuk shifet, është abstrakt. Ama kjo ka marrë ditën e gjykimit. Thashë kjo është e para, e dyta. Vllai dashur, kur ta bësh gibet dikan, mos mendo se ti i për krim. Së mendo se ti e sos. Ka thonë, kur ta ki shpinë për gjomit, më zhuj me gurzi, se ta thënë shpije, minjerë. A ki shpinë për gjomit, hiq më zhuj me gurzi, se vind dikush ketër kur gjuje, copa ta banë. Mos kënë të ti se shkon t'i banë gibet. Allah filoni kështu, filoni ashtu, filoni kështu. Edhe ti Allah, jo, dini çka Allah të shmolja një men. Ka me të zbulu Allah. Kush mundohet, kush bëhet si ajo miza, e cila shkon vetëm në për vendet e flishta, e nuk bëhet si ajo bleta, e cila shkon vetëm në për vendet e mira, tha vallahi vllazdashëm, Allahu azza wa jall ka me zbulu shpinën e vet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ya ma'shara man amana bi lisanihi wa lam yu'min bi qalbihi", fa o ju cilët keni besuar me gjuhën e zemrës e juve, alas kanë besuar. Ta me ki mando. Çka ka thonë? La tattabi'u awrati al-muslimin wala atharatihim. Mos i ndjekni tmetat e muslimanëve. Mos i ndjekni tmetat e muslimanëve. Dhe as lëshimet e tyre. Thot vazhdon hadithi: "Wa fa inna man yattabi' atharat al-muslimin", tha i cili mundohet me gjet tmetat e muslimanëve, edhe lëshimet e tyre të muslimanëve, tha tatabba Allahu awratah. Allahu kam janë ndjek atina tmetat. Para ndër në vëndash. Ti ma Allahin. A munësh? Allahu tha kam janë ndjek unë ati tmetat, edhe mangësit, edhe lëshimet. Fa men të taba Allahu awratah. Tha e nëse Allahu ti ndjek ti e tmetat edhe lëshimet, edhe mangësit, tha faddahahu Allah, jefdahuhu, Allahu ka me zhvesh, ka me qit mejdan. Va in kane fi bejti, edhe nësa shpine vetë mrejna. Pastaj vllazdashur ka me cek edhe një rast edhe e përfundojnë inshallah, nuk e di se e kanë zbot ose kanë zbot, po khajr inshallah. Është një dietar i famshëm i cili nuk ka lejuar me xhlisin e vet bot kibet kur një herë. Thash Allah, selefi, po të kallë selefi kur kanë folën akum shtirë, për shembull, ka thonë s'ka bu gibet kur një herë të njeri. Për një s'ka bu gibet kur një herë të njeri. Ka në pas për atil, ka thonë me konë që i kësha bu t'i kanë gibet une, a dini thot, e kanë i kësha bu babën temë dhe nanën temi, bile se vapat t'ja patim, s'ja dikujt huj. Ashtë imam Shemkiti, s'po foli për t'parte, e vëllajtashë, s'po du me foli për imam Ahmedin e këto se, këdi me thonë, ku me diti, ato janë konë shëqëri islamë. Shemkiti ka dik para 40 vjetër, 50, s'ka ma shumë. Jam Shemkiti. E ka një libër të stilat valve janë. Me zisën e tina, kur njëherë nuk ka bu gibet. Hiq, s'mat men që aj, me zisë dvet kalon, mu bo do njëherë gibet. Edhe ku të tojnë vllazësh djetarë, s'mat men, për një men nuk ka pas që aj me, asaj me bo gibet, mirë po ku ka konë, aj s'ka leju që të bo gibet.
Qatë që i përpik ta kun, po, qatë që i përpik ta kun fejnë Allah. Po qish, tha, Lazar se Shënkiti është Mauritani. Mauritania është ka Maroko, poshtë Marokës është Mauritania. Thot ka marrë haqë, këna arë një farefisi, këtë këna arë haqë, në kohën për para. Thot e këna bo haqën dhe këna fillu për më këthije. Thot në zuni teri me një vend. Në zuni teri, thot edhe lipëm dikun e konak, i gjendëm thot të një fshat, lipëm e konak. Në muri njënin, në voni konak. Tha edini e kuna shtini, tha e nxeri qenin, tha në shtini në atë kasollën, do më thonë e kasollë me madhe, tha në shtini atë, në msheli derën për jashtë, në laqët. Tha vallahi me e ga. Ma të trishtu se thot kur njëtën teme s'ka ka përci. Dhe ka cek një poezi, ka thonë mirë për ato cilët prit kanë me dalë sabaje për burgosit, dhe me thonë e ka thur një farë poezije. Apo i ka recituar disa fjallë njonit i cili ka qenë burgos, dhe e ka cilësu, dhe me thonë burg. Thot kur ka dalë sabaje, tha natë ma të gosë ka pasë për mund. Hiq. Tha e këna folë namazën sabat, në ka qelat derën këna dalë. Thot që kanë vetë asë imni, asë gemi, asë që shkur gjonë kësë kanë vetë. E njoni për pranë që hoxhe, pëse se vete? Tha jam tu që mos po vit gibet për e përminimin, me që se më kam shetë filoni e qështë që. Kjo është friga për gibet. Kjo është friga prej mos të adhurojsh dikuj tjetër se vapë. Kjo është friga që ti rush se vapët e tuja. Kjo është friga besimtarit. Thot për nga mërë sëllëm, el muslimu. Qëka është muslimon? Tha men selim e minhul muslimune. Tha musliman është ai njeri që musliman të tjerë janë sigur prej tina, prej dorës, prej gjuhës tina. Nëse ti nuk i sigur për një vllajt musliman, problem. Se ka imanin e plotaj. Thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, kulli li khajra o ismut. Ose fol mirë ose hesht. Ose fol mirë ose hesht. E s'po du me fol me hika Facebook i kanina, sa ti flok zbarë. A ti flok zbarë. A ti nuk di disa njerëz që kanë me dalë para Allahut. Wallahi billahi sinqerisht e tham këtë fjalë. Nuk di çish kanë me dalë para Allahut azza wa jall, me çfarë guximi, çase guximi me mor, me folën për dikan, wallahi Allah i koft. Wallahi më shiroj ata njerëz. Wallahi lut Allah azza wa jall që më falet. Mirë bëj është guximi i madh. Guximi i madh del mundohet. Kujdes, mos e shkruaj një shkronjë pa koni sigur të vllai dash. Mos e shkruaj një shkronjë. A vetëm e mbroj dinin Allah, o Allah mos e shkruaj se je sigurt. Mos e shkruaj, se del para Allah. Allah s'vet ti pse se ke shkruajt, ka me vet pse ke shkruajt. Se mundesh marrë se tu para Allah, me thonë ja Rab, se kam ditë meselen çish është. Jahil. Hamo ku të folish me ignorancë, me xehel. Ktu kujdes vllai dash. Këtu kujdes. Ani kur ta shosh mufti që të bën t'jep fetva në Facebook, ditë si ka shkollë, e njeh sa des di Kur'an me lexue, bot mufti jage, t'jep fetva, çliron vene, o vlla. Nuk ka informata hiç mundohet pi këtu. Thuhet ti që aja kon 40 ditë, 40 vjet akon me to ka humbur kapi. Ai vlla kujdes e wallahi. Ma jelfidhu min kaulin, çdo fjalë që ka shkruar, çdo fjalë që e fol, regjistro. Kanë më të regjistru, vllai dash. Kanë më të regjistru, wallahi që kja jetë nëse nuk tërqet, zdidën një jetë që ka me tërqet. Për këtë apel tek vetvetja dhe tek çdo musliman inshallah Allah azza jall na mundson mi rrugjuat tona. Megjithëse pata shumë po inshallah bindilla na tjetër nëse na Allah të xhalimë kena me fol më gjansisht për këtë. Vllai dashur, mos të jamar ko vari dënimi i varit është 3 pjesë. Domethënë, nëse mund me do. Një është gibeti, një e treta e dënimit të varit është gibeti, edhe bartja e fjalëve si gratë e këqija. E ruhesh piksojna, një tretës dënimit të varit e kje hek.
pastaj për ato tjera të dinja ditë në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allah i shpërblet pastaj.